Abdullah, kujdes të fshitje. Lojna, shit, Mendoj që është hera parë që organizojmë një aktivitet tillë, një kampionat mes gjimnazeve. E shoh shumë shpirtin e garës dhe dëshirën për të fituar. Ne si bashki jemi gjithmonë në mbështetje të këtyre aktiviteteve. Kështu që do ju ndjekim me shumë kujdes kush janë më të mirët. Shkodra është gjithmonë një vend i talenteve, futboll, Vllaznia është krenaria e gjithë vendit tonë për suksesin që ka, dhe mendoj që ky aktivitet do jetë mundësia që ju ta shtoni akoma më shumë dëshirën për sportin, për shëndetin tuaj të mirë, edhe për të pas suksese jo vetëm në shkollë, po edhe në jetë edhe në sport. Është nisëm shumë e mirë për të rritë kompetitivitetin mes shkollave, që në fakt vihet re shumë mirë edhe te grinta që secila nga skuadrat me mbështetësit e tyre ka, por është një nisëm shumë e mirë për të promovuar edhe terrenet sportive shumë të reja dhe të investuara që Bashkia Shkodër tashmë i ka vënë në eficiencë të plotë për nxënësit e shkollave, po jo vetëm nxënësit e shkollës dëshmorët e Prishtinës, por ne na ka dhënë mundësinë me zhvilluar edhe kampionatet të gjitha formave në këto terrene sportive. Bravo,